Fredi Beleri, paditësi, i drejtohet GKK-s, kallëzuesi, i drejtohet GKK-s si një drejtë e tillë apo kur ka prova të reja? Edhe kur nuk ka prova, e urdhëron, pra, shiko, mund të dhe mos merren provat, por ama ajo fuqia, po themi, apo forca që ka organi i hetimit në prokurimin e provave është e padiskutueshme, duke i kërkuar dosjet, po themi, zyrës së regjistrimit, gjitha institucionet e tjera ligjzbatuese dhe për të hedhur dritë mbi ato shkaqe që kanë bërë Belerin faktikisht që të shkojë dhe të bëjë kallëzim. E kuptova. Ardit, ke një koment? Po praktikisht Olta Xhaçka edhe kushdo tjetër që është i përfshirë në akuzë nuk mund të trajtohen si të paradënuar. Pra, GKK-ja nuk ka se si ta marrë të mirëqen faktin se ndaj këtyre personave duhet ketë detyrimisht prova, kështu që SPAK-u nuk ka punuar mirë edhe duhet ta bëj punën e tij edhe një herë nga fillimi. Unë besoj se si GKK-ja, si SPAK-u, pra janë këto organet e reja, këto organet e drejtësisë së re, cilat dita ditës po shfaqin komplekse, pra janë organet kompleksuara nga politika. Të ndodhur edhe para një vendimi të gjykatës kushtetuese, të ndodhur edhe para konfliktit të gjykatës kushtetuese me kuvendin për rastin e mandatit Xhaçkës, me ç'duket GKK-ja po kërkon të gjejë një hapësirë për ta zgjatur dhe për ta mbajtur akoma lajm çështjen e personave në fjalë. Tani nuk e kuptoj as këtë se si nga pakënaqësia e Fredi Belerit, se si janë zhvilluar hetimet, u dash kanë bërë hetime të reja. Pra, kallëzuesi në thelb nuk ka paraqitur ndonjë provë të jashtëzakonshme, përveç se kanë nxjerrë emrin e shitësit, datën e hipotekimit të pronës në fjalë dhe disa dokumenta, pra se si është bërë pagesa e pronës. Këto janë depozitimet poparshme. Të favorshme. Kështu që nuk mund të niset të fare sistemi drejtësisë, gjykata, prokuroria nga kërkesa e Fredi Belerit, që unë dua edhe një herë që të hetohen këta apo që jam i pakënaqur me zhvillimin e hetimeve. Duhet kuptojmë që edhe pala tjetër politike, për shembull, po të marr rastin e Ilir Metës, për çfarë akuzon SPAK-un dhe GKK-n? E akuzon për vendime të njëanshme të marra para procesit gjyqësor edhe masa të ashpra sigurimi. Pra, Ilir Meta thot që SPAK-u, Altin Dumani ka planuar, thot me gojën e tij, që çfarë i kërkojmë ne GKK-s, atë bën GKK-ja, atë mas jep GKK-ja në 99% të rasteve. E njëjta gjë tani këtu është mbrapsht. Çfarë i kërkon GKK-ja SPAK-ut, duhet ta bëj SPAK-u se e kërkon GKK-ja. Unë besoj avokati... E kërkon paditësi, na e shpjegoi avokati, Ardit. Kallëzuesi. Shkon ai në gjykatë, ai legitimon. Aq më keq atëherë, pra, kallëzuesi, pra, po nuk mund t'i detyrosh, nuk mund t'i thuash tjetrit se ke bërë punën mirë, bëj edhe një herë. Sepse ja të vjen prap SPAK-u me të njëjtën dosje dhe thotë, ja u zgjidha prova të reja. Ky është rezultati, zotëri. Çupa që u paguan disa miliona më tepër edhe u harxhuan disa mjete logjistike më tepër. Këtu bëhet fjalë pra për respektimin e pavarësisë së institucioneve, ka një parim, plus që Neni Tre pastaj thotë që SPAK-u në momentin që nuk ka provat e mjaftueshme, nuk mund nisi procedimi penal. Dhe gjykata shumë kollaj mund përgjigjet dhe thotë, zotëri, provat sa të mjaftueshme, nuk nisim dot procedim penal. Po jo, ik gjej prova dhe hajde të fillojmë dhe ti ndëshkojmë apo ti dënojmë këta persona, nisur nga një kallëzim, një qytetarin në fund fare që e ka nisur këtë histori për shkak të përplasjeve politike që ka me qeverinë dhe për shkak të zonës ku kandidonte, pra për të dhënë atë shembullin sikur lufton për pronat e minoritarëve, siç i quajnë vet ai e kështu me radhë.